Në një deklaratë të rëndësishme për shtetet e Ballkanit Perëndimor, presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa ka theksuar se Bashkimi Evropian është i përkushtuar për të rinisur procesin e pranimit të vendeve kandidate, që ka pësuar ngecje për shkak të disa hezitimeve nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Stabiliteti dhe prosperiteti i ardhshëm i Evropës varet nga zgjerimi i Bashkimit Evropian. Pushtimi i Ukrainës nga Rusia ka përshpejtuar procesin e pranimit për Ukrainën dhe Moldavin, por nuk është e drejtë që vendet e Ballkanit Perëndimor të tejkalohen në këtë proces. Costa theksoi se procesi i pranimit është një mundësi e madhe gjeopolitike dhe strategjike për stabilitetin dhe paqen e kontinentit. Ai e cilësoi zgjerimin si investimin më të rëndësishëm për të gjithë Europën. Zgjerimi është një mundësi e paçmuar për paqe dhe prosperitet dhe për të ardhmen e përbashkët të vendeve të Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor. Sipas Kostas, Shqipëria dhe Mali i Zi janë qartësisht më të përparuar në krahasim me vendet e tjera të rajonit dhe ka mundësi të bashkohen me Bashkimin Evropian. Edhe përpara vitit 2030, nëse plotësojnë kriteret e nevojshme. Ndërkohë, Costa theksoi se vitin 2030, i shpallur shpesh si datë synuar për pranime, mund të jetë një afat për vendet që janë në avancim, si Shqipëria, Mali i Zi dhe Serbia. Me këtë qëndrim presidenti i Këshillit Evropian ka për qëllim të inkurajojë vendet e Ballkanit të përmbushin detyrimet e tyre për reforma dhe të tregojnë angazhim të fortë për të bashkuar me Bashkimin Evropian.